Me cilësinë e rektorit të akademisë, ndjehemi privilegjuar që më jepet mundësia të uroj në këtë ceremoni modeste kuptim plotje për ju, 104 studentët që përfunduat programin bachelor në Fakultetin e Sigurisë dhe të Jetimit. Ka rëndësi dhe për mua kjo ditë se më sjell shumë pas në kohë, vite më parë kur unë bëra pjesë e strukturës policisë shtetit, si ju, student i hershëm i asaj shkolle. Ju, 104 student, sot merrni gradën e nën komisarit në përfundim të programit bachelor të cilët ju e përfunduat me sukses. Viti akademik të cilin ne po lëm pas ka si institucion një sër arritjesh. Akreditimin institucional të kësaj akademie, atë dhe programor, duke kaluar me sukses të gjitha proceset që ndoshta ishin të vështira si për herë të parë që i kishte kjo akademi. Certifikimi ndërkombëtar nga shoqata ndërkombëtare e drejtorëve standardeve dhe trajnimeve për zbatimin e ligjit, një adles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku akademia jon jo vetëm u akreditua, por u vlerësua anonimisht me çmimin ekselent, duke u renditur e katërta mes 77 akademive nga vendet e tjera. Në Akademinë e Sigurisë nisi për herë të parë cikli i dytë studimeve master shkencor, duke paraprirë hapjen e ciklit të tretë për doktoraturë. Jemi në proces hapje të dy cikleve të tjera profesionale, asaj të renditjes së sigurisë dhe të hetimit. Akademia ka ndërmarrë hapa konkret drejt ndërkombëtarizimit, të arsimit dhe shkëmbimit të përvojave me akademitë prestigjioze. Përmes një marrëveshje bashkëpunimi, u krijua me Akademinë Policore Italiane, u krijua mundësia e studimit të 68 studentëve dhe pedagogëve në Akademinë Policore në shtetin Fqinjë dhe kurse afat shkurtra dhe module trajnimi. Po punohet për integrimin e programeve të formimit policor italian në programet tona akademike me qëllim dhënien e një diplome dhe certifikate të përbashkët në fushën e hetimit. Me nënshkrimin e letrës së qëllimit, gjatë konferencës rajonale të Interpolit, akademia jon u bë pjesë e rrjetit global të akademive të Interpolit që përfshin 17 institucione të tjera homologe në vende të ndryshme. Ju falenderoj që përzgjodhe profesionin e punonjësit policisë dhe vendosmërisë suaj për përfundimin me sukses të gjithë karrierës suaj policore. Ju uroj suksese. Ceremonia e sotme nuk është thjesht një ceremoni diplomimi, por është një ditë me simbolik të veçantë për policinë e shtetit dhe për ju të sapo diplomuar. Një brez përmbyll rrugëtimin e tij akademik brenda sistemit policor, ndërsa një model i ri formimi ka nisur tashmë të ndërtojë të ardhmen në policinë shqiptare, pasi prej 2 vitesh auditorët e akademisë janë mbushur me të rinj dhe të reja që hyjnë drejt për drejt në rrugën e formimit policor. Sot diplomojmë një brez që mbart mbi supe përvojën e terrenit dhe dritën e dijes akademike. Ju jeni brezi i fundit që u rrit profesionalisht brenda familjes së madhe të policisë së shtetit, brezin me të cilët mbyllet një cikël dhe hapet një horizont i ri. Ndaj, kjo ju jep një peshë veçantë sepse ju jeni ura mes 2 epokave të policisë së shtetit në arsim, mes eksperiencës së fituar në punë dhe modelit të ri të edukimit policor që po ndërtojmë. Ky është një moment që shënon fundin e një etape dhe nisjen e një përgjegjësie edhe më të madhe, pasi qytetarët kërkojnë oficer policie më profesional, më të përgjegjshëm ndaj detyrës së tyre. Kërkojnë punonjës policie që dinë të dëgjojnë, të ndjekin dhe të trajtojnë me qetësi e me maturi brenda kornizave të ligjit çdo shqetësim që qytetarët adresojnë te policia e shtetit. Kjo është sfida jonë më e madhe, përmirësimi i vazhdueshëm i imazhit dhe rritja e besueshmërisë së policisë te qytetarët. Sepse imazhi i policisë nuk ndërtohet nga godinat, as nga teknologjia dhe as nga deklaratat publike. Ai ndërtohet nga sjellja e çdo punonjësi policie, nga integriteti që tregon dhe kur askush nuk ju sheh. Nga sot do të shërbeni si punonjës policie të rolit parë drejtues në rendin publik, policimin komunitet, hetimin e krimeve, sigurinë rrugore apo policinë kufitare. Do të ketë momente të vështira dhe vendime që kërkojnë karakter, por mos harroni kurrë. Polici nuk matet nga forca që përdor, por nga vetëpërmbajtja që tregon. Autoriteti nuk buron nga arroganca, por nga mirësjellja, përgjegjshmëria, profesionalizmi dhe besimi që na frymëzon. Autoriteti i policisë lartësohet nga guximi për të marrë vendimin e drejtë dhe kur është i vështirë, nga profesionalizmi me të cilin trajtoni çdo qytetar pa dallim dhe nga kuraja për të thënë jo aty ku cënohet ligji dhe po sakrificës kur e kërkon nevoja. Sot, ndërsa merrni këtë certifikim, ju nuk po merrni vetëm një diplomë policore. Diplomat
tuaja tashmë janë certifikuara nga Ministria e Arsimit dhe ky është një hap cilësor i bërë nga Akademia e Sigurisë dhe Ministria e Arsimit. Ndaj, gjej rastin të falenderoj stafin akademik dhe Ministrinë e Arsimit për këtë kontribut të rëndësishëm në funksion të rritjes së standardeve të arsimit policor. Ky është një nga mesazhet e forta të transformimit për policinë e shtetit. Teksa stafetën e arsimit bachelor ja kemi dorëzuar maturantëve tashmë, ju mbeteni dëshmia më e qartë se policia e shtetit është në një proces të pandalshëm transformimi në arsimin, trajnimin dhe shërbimin ndaj qytetarëve dhe ligjit. Të dashur kolegë, integriteti duhet jetë busulla juaj morale e ligjore. Nëse humbisni busullën, do të humbisni rrugën. Por, nëse e mbani fort, do të jeni udhërfyes për brezat e rinj që do të ulen më pas në këto banka. Bëjeni këtë diplomë dhe këtë uniform që të flasë me gjuhën e nderit. Uroj që sot, që dilni nga kjo akademi, jo thjesht si njerëz që mbajnë një grad apo një funksion, por si njerëz që mbajnë një mision. Të jeni të ashpër me krimin, por të përullur me qytetarin. Suksese në detyrat tuaja të reja që ju keni marrë në përqarqet ku do shërbeni. Ju faleminderit. Sot është një ditë me shumë emocion për të gjithë ne që përmbyllim një etapë të rëndësishëm të jetës tonë. Në emër të studentëve të Fakultetit të Hetimit të Krimit dhe Sigurisë, ndihem e privilegjuar që të ndaj me ju këtë moment, i cili nuk përfaqëson vetëm përfundimin e studimeve tona, por fillimin e një përgjegjësie shumë më të madhe. Gjatë këtyre viteve kemi mësuar se drejtësia nuk është thjesht një koncept teorik dhe se siguria nuk ndërtohet vetëm me ligj. Ato kërkojnë karakter, disiplinë, integritet dhe mbi gjitha kurajon për të bërë ato që është e drejtë edhe kur është e vështirë. Kemi kaluar sfida, lodhja, net pa gjumë dhe momente dyshimi, por sot qëndrojmë këtu më të fortë, më të përgatitur, më të vetëdijshëm për misionin që kemi zgjedhur. Sepse profesioni ynë nuk është thjesht një detyrë, është besim. Besimi që qytetarët vendosin tek ne. Dhe unë besoj se brezi ynë do ditë ta mbaj këtë besim me dinjitet dhe profesionalizëm. Dua të shpreh mirënjohjen më të sinqertë për pedagogët tanë, familjarët tanë, të cilët kanë qenë mbështetja më e madhe në këtë rrugtim. Uroj që rruga që nis sot për secilin prej nesh të jetë një rrugë e ndershme, e drejtë dhe me vlerë për shoqërinë tonë. Faleminderit. Lejoni që të ndaj me ju dy momente shumë pozitive që unë i shoh nga ky pozicion tek ju sodis në këtë ditë kaq të veçantë. Dy gjëra edhe shumë optimiste, por edhe estetikisht shumë të bukura. Janë 24 vajzat që diplomohen sot dhe që shtojnë armatën e një trupe të jashtëzakonshme dhe shumë të rëndësishme dhe vjen shumë mirë që numri i vajzave shtohen. Ju jeni krenaria e shkollës, shka nuk ja u heq as pak vlerat ju zotrinve me uniform. Po besoj që për vajzat duhet një moment i veçantë. Elementi dytë shumë i bukur që unë shoh që këtu, mbase ju nuk e shikoni, janë dy beba atje. Dy beba të cilët janë një shenjë shumë e bukur jete, që ju bëjnë edhe juve të buzëqeshni, sepse normalisht brenda orarit tuaj duhet jeni shumë serioz, po ky është moment ku të dy këto element, si zonjushat dhe zonjat në uniform, ashtu edhe ato dy bebat atje, që besoj janë fëmijë të dikujt këtu, duke qenë se i mbajnë dy baballar, besoj që duhet jenë të ndonjërës prej zonjave, edhe kjo është moment shumë i bukur dhe nuk mund të kishte një simbolik më të mirë, por edhe që do të thotë zoti rektor se Akademia e Sigurisë e pas ka të ardhmen të siguruar. Se në të njëjtën kohë që diplomoni prindër, i jepni dëshirën edhe brezave të ardhshëm për të ndjekur këtë shkollë. Dua t'ju falenderoj për ftesën dhe të falenderoj në mënyrë të posaçme ministrin e Brendshëm, që më bëri pjesë të këtij momenti shumë të rëndësishëm, sepse mendoj që është gjithmonë shumë e rëndësishme për ne, si politikbërës, të jemi pjesë e krenarisë tuaj. Dhe tek Akademia e Sigurisë, sikurse te të gjithë institucionet e policisë së shtetit, janë sytë e gjithë Shqipërisë. Të gjithë besojmë tek ju, besojmë shumë fort, dhe sidomos kur ky besim ndërtohet me dije, ndërtohet me ekspertizë, ndërtohet dhe kurorzohet me një diplomë si kjo juaja, kjo merr shumë vlerë. 104 të rinj e të reja, ose të reja e të rinj, nisni sot ju një rrugtim të rëndësishëm në shërbim të sigurisë publike, duke marrë mbi super përgjegjësinë për të qenë pranë njerëzve.
Policia e shtetit sot nuk është vetëm një strukturë rendi që me kushtetut duhet jetë aty, por është edhe një trup njerëzish, një skuadër njerëzish që kaloni pjesën më të madhe të kohës në territor. E them me bindje se Policia e shtetit është po aq një institucion që lidhet çdo ditë më shumë me edukimin, me qytetarin, me kulturën dhe përgjegjësinë në shoqëri. Edhe pikërisht këtu lidhet shumë natyrshëm edhe bashkëpunimi ynë me Akademinë e Sigurisë, që është një ndër 39 institucionet e arsimit lartë në Shqipëri, por Akademia juaj me një status të veçantë për vetë profilin që ka. Dua të falenderoj Akademinë e Sigurisë për kontributin shumë të vlefshëm që po jep edhe në përgatitjen e një kategorie tjetër që nuk është sot mes jush, po që fal jush dhe fal kësaj akademie ndodhet në përshkolla, oficerët e sigurisë, të cilët kalojnë nga kjo akademi dhe janë gjithmonë më të domosdoshëm në institucionet tona shkollore, arsimore, por janë edhe partner me ju në momentin që ju do të merrni detyrën. Unë ju falenderoj përmes jush që diplomoheni sot dhe gjithë armatën e policisë së shtetit dhe drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi edhe për episodet më të vogla, të cilët nuk është vetëm çështje sigurie, është çështje besimi dhe çështje qetësie. Kur jemi besim plot dhe të qetë, punojmë më mirë në sektorët tanë. Prania juaj, prania e oficerëve të sigurisë, pas trajnimit nga pedagogët tuaj, ka sjellë më shumë komunikim, më shumë parandalim, më shumë siguri dhe përpasoj edhe më shumë cilësi në mësimdhënie. Të dashur motra dhe vëllezër, nëse më lejoni t'ju quaj kështu, sepse nesër do të jeni në territor kudo, një shkollë e sigurt, një qytet i sigurt, një lagje e sigurt, është kusht për një arsim cilësor dhe për një shoqëri të shëndetshme por dhe të emancipuar. Ju që diplomojni sot do t'jeni fytyra e shtetit sapo të merrni diploma. Dhe kjo është një nga fytyrat më të rëndësishme, por edhe më të dashura. Edhe kjo fytyrë bëhet shumë e dashur edhe fal 24 zonjave dhe zonjushave që diplomohen. Shumë faleminderit për punën që bëni, shumë faleminderit për qetësinë që na jepni. Ceremonitë e diplomimit, edhe pse janë rituale që përsëriten çdo vit, mbartin gjithmonë emocione krejt të ndryshme dhe patjetër kanë domethënien e tyre. Sot nuk jemi këtu thjesht për dorëzuar diplomën plot 104 studentëve të Akademisë së Sigurisë që kanë përmbyllur ciklin 3 vjeçar, por sot është dita kur Republika e Shqipërisë në fakt fiton plot 104 shërbëtor të ligjit dhe sigurisë. 104 të rinj dhe të reja që kanë zgjedhur një nga profesionet më të vështira, por edhe më të nderuara që mund të ketë një shoqëri demokratike. Ka profesione që ndërtojnë karrierë, por edhe ka profesione që mbajnë shtetin. Dhe policia e shtetit është pikërisht një prej tyre, duke mos përjashtuar sigurisht as mundësinë për të pasur një karrierë në këtë uniform, dhe ju keni shembuj plot, me siguri këtu në radhën tuaj unë besoj fort që do të kemi dhe drejtuesit e ardhshëm të policisë së shtetit nesër, dhe kjo varet vetëm nga ju. Filozofi francez, një mendje e ndritur që ka prodhuar bota, Albert Camus, ka thënë: detyra e njeriut nuk është të heqë dorë përballë errësirës, përkundrazi të ndezë dritën. Ky është dhe misioni juaj nga dita e sotshme. Të jeni dritë sigurie për qytetarët shqiptar. Të jeni garancia që ligji funksionon, që shteti është aty. Kurdoherë që ata kanë nevojë, kurdoherë që ata kërkojnë mbrojtjen tuaj. Të dashur oficerë të rinj, ju po hyni në policinë e shtetit në një kohë krejt ndryshme nga ajo e shumë viteve më parë. Sot Shqipëria ka një polici që po transformohet çdo ditë. Një polici më moderne, më profesionale, më e trajnuar dhe më e pajisur me teknologji bashkëkohore. Mbi të gjitha, ne kemi sot një polici më pranë qytetarëve. Në pak vite kemi kaluar nga një polici që përpiqet të mbijetonte mes mungesave dhe sfidave, në një institucion që sot ndërton standarde europiane të sigurisë dhe hetimit. Kemi investuar në inteligjencë policore, në digitalizim, në laborator modern, në teknologji kundër krimit kibernetik, në flotë, në pajisje dhe në trajnime së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar. Policia e shtetit nuk duhet parë
thjesht si një forcë që garanton rendin, por si një shërbim publik në funksion të qytetarit. Autoriteti i policisë nuk matet nga frika që ajo krijon, por nga besimi që ndërton. Qytetarët kanë nevojë të ndihen të mbrojtur, të dëgjuar dhe të respektuar nga çdo punonjës policie me uniformë. Kjo është arsyeja pse sot modeli i ri i policimit bazohet gjithnjë më shumë tek komunikimi me komunitetin, transparenca, profesionalizmi dhe humanizmi. Një polici moderne europiane nuk qëndron përballë qytetarëve, por kundrazi në krah të tyre. Dhe forca më e madhe e saj nuk janë mjetet apo uniforma, por besimi që fiton çdo ditë në shërbim të tyre. Sot, modernizimi i policisë nuk është më thjesht zgjedhje, por domosdoshmëri për të përgjigjur sfidave të kohës, të një bote që ndryshon me shpejtësi. Krimi po bëhet gjithnjë më sofistikuar, ndaj edhe policia duhet të jetë një hap përpara përmes investimeve në teknologji, sisteme inteligjente, pajisje moderne hetimore dhe mjete bashkëkohore operacionale. Krahasuar me ku kemi qenë më parë, ne vërtet kemi bërë një kapërcim epokal. Ku duam të shkojmë, sigurisht kemi ende shumë punë për të bërë. Digitalizimi, përdorimi i inteligjencës artificiale, analizës të dhënave, monitorimi inteligjent dhe teknologjitë e avancuara të sigurisë po transformojnë mënyrën se si ne parandalojmë dhe luftojmë krimin çdo ditë. Këto investime nuk rrisin vetëm eficiencën e policisë së shtetit, por edhe transparencën, shpejtësinë e reagimit dhe sigurinë më të lartë për qytetarët e vendit. Një polici moderne nuk ndërtohet vetëm me njerëz të mirë trajnuar, por edhe me teknologji dhe standarde europiane në familjen të cilat aplikohen dhe në familjen ku ne duam të aderojmë. Projekte si Smart City Olbenja po sjellin instalimin e mira kamerave inteligjente, kamerave të trupit për efektivet e policisë, radar dhe sisteme të analizës të bazuar në inteligjencë artificiale, duke rritur ndjeshëm kështu kapacitetet për parandalimin dhe goditjen e krimit, duke përfshirë një siguri më të lartë edhe në shkollat e vendit. Paralelisht, janë forcuar strukturat e sigurisë kibernetike, sistemet e monitorimit, infrastrukturës teknologjike të policisë së shtetit, me synimin për të afruar gjithnjë më shumë me standardet më të avancuara europiane të sigurisë. Por, modernizimi nuk matet vetëm me teknologjinë. Modernizimi fillon nga mentaliteti, nga mendësia. Nga mënyra si ju komunikoni me qytetarët, si ushtroni autoritetin tuaj në takimet, në ndërveprimet me ta, dhe si silleni kur ata kanë nevojë. Sepse qytetarët nuk kërkojnë vetëm një polici më të fortë, ata kërkojnë më shumë një polici më të drejtë. Dhe një polici më e drejtë është një polici e pa atakueshme. Të dashur student, uniforma nuk ju bën automatikisht të respektuar. Respekti fitohet çdo ditë me punë, profesionalizëm dhe integritet. Fitohet kur tregoni integritet dhe kurajo, edhe kur askush nuk e shikon atë. Dhe brenda kurajos dhe integritetit tuaj çdo ditë, në fakt mishërohet amaneti i 231 kolegëve tuaj që sot nuk janë më mes nesh, të cilët dhanë jetën e tyre pikërisht për të siguruar jetën e qytetarëve të vendit, të cilët ju i shërbeni çdo ditë. Unë e di se ky është një profesion me plot sfida. E kam parë këtë prej shumë vitesh tashmë, e kam jetuar çdo ditë si pjesë e rrugtimit tim profesional, po ashtu edhe si pjesë e familjes time, familjes biologjike. Dhe e di shumë mirë çdo thotë të punosh me sakrificë, me përkushtim, me stres. Dhe por gjithsesi, për te emocioneve të vështira që mbart ky profesion, mos harroni kur pse zgjodhet këtë rrugë. Sa herë që do të përballin me dilema të tilla, gjithmonë kujtoni sakrificën e bërë për 231 kolegëve tuaj që sot nuk janë më. E zgjodhet këtë sepse ju besoni tek Shqipëria, ashtu si dhe ata. Ju besoni tek ardhmja më e sigurt e qytetarëve të Republikës së vendit, të Republikës së Shqipërisë. Sepse siguria e tyre është një vlerë për cilën ja vlen të luftosh. Shteti ka detyrimin të jetë në krahun tuaj, ne jemi në krahun tuaj. Prandaj ne kemi ndërmarrë politika konkrete për të rritur mbështetjen në vijimsi, duke përfshirë këtu jo vetëm me teknologji, por edhe me trajtim financiar, me status, ku punonjësi i policisë së shtetit sot është një figurë e respektuar dhe nderuar, dhe ku autoriteti i tij flet përmes uniformës, sjelljes dhe angazhimit të përditshëm në rrugë
në zyrë kudo që ju gjendeni. Mbajeni uniformën me krenari, por mos lejoni kur që krenaria të kthehet në arrogancë. Mbani autoritet, por mos humni njerëzoren, atë më të shtrenjtën. Jeni të fortë përballë krimit, por të përulur përballë qytetarëve. Sepse në fundit një polici e mirë nuk matet vetëm nga numri i operacioneve apo statistikave. Ajo matet nga besimi që qytetarët kanë tek ju. Dhe unë besoj fort se Shqipëria sot ka një arsye më të fortë për të qenë më krenare dhe me më shumë pritshmëri, sepse sot Shqipërisë vendit tonë i bashkohen plot 104 shërbëtorë të ligjit dhe të rendit. Ju uroj suksese në misionin tuaj, i shërbefshi vendit me dinjitet, kurajo dhe ndershmëri. Shumë faleminderit.